Me zhvillimin e inteligjencës artificiale, shqetësimi për humbjen e vendeve të punës është më i madh se kurrë, veçanërisht në sektorët kreativ. Parashikimet tregojnë se deri në 300 milion vende pune mund të zvendësohen nga inteligjenca artificiale brenda 5 viteve të ardhshme. Megjithatë, jo të gjitha profesionet janë të rrezikuara nga automatizimi. Një studim i ri bazuar në të dhëna nga OECD dhe Goldman Sachs tregon se disa profesione mbeten të sigurta. Në krye të listës janë mjekët e specializuar si kirurgët, dentistët, psikologët dhe dermatologët, të cilët kërkojnë ekspertizë dhe ndërveprim të drejtpërdrejt njerëzor. Gjithashtu punët që kërkojnë aftësi manuale, si hidraulikët, pllakaxhinjtë dhe punëtorët që rregullojnë çatit, konsiderohen të mbrojtura nga ndikimi i inteligjencës artificiale. Profesionet të tjera si kontrolluesit e dëmtuesve dhe operatorët e vinçave, po ashtu nuk rrezikohen. Ndërkohë edhe rolet më unike si kuratorët e muzeve, marangozët dhe këshilluesit martesor duken se janë të mbrojtura nga zhvillimet teknologjike. Ekspertët theksojnë se ndryshimet në tregun e punës do të vazhdojnë me përparimin e inteligjencës artificiale, por disa profesione mbeten të pazëvendësueshme, duke ruajtur rëndësinë e ndërveprimit njerëzor dhe aftësive praktike.